Njihet si lagja e Asianëve dhe banorët e saj janë vendosur në shkallënur në 30 vitet e fundit. Problematikat e kësaj zone periferike të bashkisë Durrës janë të shumta, gjë që e ka detyruar komunitetin të protestojë ditën e sotme. Ato kërkojnë nga pushteti vendor zgjerimin e të vetmes rrugë lidhëse të fshatit të tyre me aksin nacional. Asnjëherë nuk ka vu dorë në shteti, as për rrugë, as për shkollë, as për ndriçim. Edhe kemi probleme të mëdha me fëmijët, s'kan ku të kalojnë, shikon një gjendje në rrugës këtu. Kanë rrezikuar, këtu në një toni kanë vdekur 2 kalamaj nga aksidenti. Rruga është bllokuar komplet këtu. Nuk kalohet fare hiç me makina, edhe nxënësit të shkollës kanë problem shumë kur bin poshtë. Ka disa kohë që është e bllokuar me kjo rruga këtu, kthesa. Edhe kena pas probleme shumë me këtë rrugën, as zgjerim. Këtu s'ka mundësi që të parakalosh me njëri tjetër dhe bëjmë debat, hapim rrugën një tjetër, o hape ti, o hape unë. Kështu që ka shumë e vështirë. Pushteti vendor nuk ka vendor fare. Shkolla një, për fëmijët, s'kan ka kalon nga makinët. Ambulancët, një rast të veçantë të familjes, këtu është e bllokuar çdo gjë. Njëra nga shkallaret e të vetmit mbikalim të zonës përfundon brenda në shkollën nënvjeçare Hamza Muça, por mungesa e vijave të bardha është bërë shkak për aksidente tragjike, pasi nxënësit detyrohen të kalojnë nga njëra anë e aksit në tjetrën për të futur në shkollë. Rruga kryesore shifni edhe vetë që nuk ka as vizat bardha, as nuk ka paralajmërim për shkollën, as i gjë. Mbikalimi nuk funksionon fare. Kur është bërë shkolla, kemi një derë aty që kanë hyrë nxënësit. Ata e kanë hyrë drejtoresh, arsyet e din ajo. Protesta e banorëve të Shkallënurit u mbështet sot dhe nga sekretarja e marrëdhënieve me publikun në PD, Jola Hysaj. Kemi probleme të jashtëzakonshme të infrastrukturës në cilën nuk kalojnë as ambulancat, as zjarfikset dhe nuk ka as transport urban ndërkohë në këtë lloj zone, ndërkohë që vetëm para 6 muajsh humbi jetën një vajzë e cila bënte kalimin nga shkolla Hamza Muça për pjesën tjetër të rrugës, sepse rruga është e pakalueshme dhe nuk ka as sinjalistik dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë lloj suporti nga qeveria apo nga bashkia. Për banorët e kësaj zone, problematikat e mpreta infrastrukturore duhet të marrin zgjidhje të shpejtë.